të meriton me të vërtetë. Faleminderit profesor Gjufi, të nderuar drejtues të seancës, të nderuar studiues, të dashur student të Departamentit Historisë të Universitetit të Tiranës. Kjo kuptesë synon të ofrojë një analizë krahasuese ndërmjet statuteve të Shkodrës, një korpus ligjor i hartuar në fillim të mesjetës vonë, gjatë dhjetëvjeçarëve të parë të shekullit 14 në qytetin e Shkodrës, që administronte jetën e komunës qytetare, dhe ligjit bujqësor bizantin, një kodifikim i rëndësishëm juridik, i cili bën fjalë për organizimin e bashkësive fshatare në fazën e hershme të perandorisë bizantine në kapërcyll të shekujve 7 dhe 8. Ligji bujqësor bizantin dhe përmbajtja, rëndësia historike e statuteve të Shkodrës janë tashmë të njohura në literaturën historike me jahonën dhe dimensionin që këto dy burime dokumentare meritojnë për historinë mesetare të shqiptarëve, fal kjo edhe frut i kontributit madh të studiusve të njohur shqiptar, të ndjerit profesor Koço Bozhori dhe profesor Plum Gjufit që është në drejtues paneli. Analiza fokusohet në disa element ligjor të ngjashëm me përmbajtje agrare, midis disa dispozitave të statuteve dhe neneve të ligjit agrar, duke përdorur një qasje historiko-juridike. Kjo kumtesë shurton burimet parësore për të evidentuar problematikën në fjalë. Theksi vjet në mënyrën se si statutet e Shkodrës kanë reflektuar ndikime të tërthorta nga modeli bizantin në një kontekst ku ndikimi së drejtës perëndimore ishte gjithashtu i pranishëm. Përmes kësaj analize synohet të kuptohet më mirë evolucioni i së drejtës zakonore dhe normave juridike në Shqipërinë mesetare, si dhe ndikimi i dy traditave të mëdha juridike, asaj bizantine dhe asaj perëndimore. Statutet e Shkodrës përmbajnë edhe element me ndikim bizantin, që i referohen sundimit dhe administrimit të perandorisë romake të lindjes në vistet shqiptare për një kohë relativisht të gjatë, përjedhoi edhe vetë qytetit të Shkodrës, indikuar si nga tradita bizantine, ashtu dhe nga ajo italo-dalmatine. Impakti bizantin lidhet gjithashtu edhe me pozitën gjeopolitike të tokave shqiptare, si një urë lidhse midis lidhjes dhe perëndimit, si dhe duke pasur parasysh që e drejta romake u studiua më tepër dhe u elaborua në Bizantin e Justinianit parë e në vazhdim dhe mandej u transmetua përsëri perëndimit mesetar. Një ngjashmëri e tillë me ndikim bizantin vëre në disa krerë me përmbajtje agrare të statuteve të Shkodrës me disa nene të ligjit bujqësor, i cili kishte vlerë për të gjitha territoret ballkanike të perandorisë bizantine dhe në të kuadër edhe për trojet shqiptare, ku mjaft norma dhe institucione që gjejnë pasqyrim në ligjin bujqësor u futën në të drejtën doksore dhe si të tilla mbjetuan deri në kohët e reja në fshatet shqiptar. Dispozitat agrare me përmbajtje të ngjashme dhe të parafort midis tyre të dokumenteve juridik bëjnë fjalë për ruajtjen dhe respektimin e kufive të tokës midis fqinjve dhe për mosdunimin e tyre me forma të ndryshme. Në nenin 1 të ligjit bujqësor thuhet, citoj: "Bujku që punon arën e vet duhet jetë i drejtë dhe të mos përvetsoj hullitë e fqinjit. Në qoftë se ndonjëri duke shkelur kufit përvetson dhe zvogëlon pjesën e tokës që gjendet shumë afër tij, bujku shkelës humbet edhe mbjelljen e saj si edhe prodhimin." E mbyll citimin. Kurse kreu 210 i statuteve citon: "Kur dikush ia fqinjit në vresht, ar ose kopshtie, duke zhvendosur shenjat ose duke zhvendosur dherat nga ana e tij, detyrohet të paguajë 3 hyperper, është njësi monetare bizantine, për të dëmtuarin." Gjithashtu, neni 58 i ligjit bujqësor bën fjalë se, citoj sërish: "Ai që dje gardhin e fqinjit të rrihet, t'i dankose dora, por edhe të paguaj 2 fish dëm." Kurse kreu 261 i statuteve parashikon: "Nëse dikush i vëzjarrin ose pret a dëmton gardhin e fqinjit, të paguaj 12 hyperper ndaj të dëmtuarit. Veç saj, fajtori të rithur gardhin me shpenzimet e tij dhe akoma më tej të paguaj çdo dëm tjetër që mund të ketë shkaktuar." Mbyllet citimi. Në punimin e vreshtave me formën e gjysmatarisë dhe për detyrimet ndaj saj, ligji bujqësor në nenin 12 parashikon, citoj: "Në qoftë se një bujk do të marrë prej ndonjë bujku tjetër vreshtin për ta punuar për gjysmë dhe nuk do ta krahasit atë siç duhet, nuk do ta prashit e nuk do ta rrethojë me gardh, të mos marrë asgjë nga prodhimi.
ndërsa kreu 34 i statuteve të Shkodrës dëshmon. Nëse dikush pranon të punojë një vresht në gjysmëtari, ai është detyruar të bëjë të gjitha shërbimet e duhura vreshtit. Nëse punëtori nuk ja bën si duhet shërbimin e vreshtit, atij nuk i quhet fare puna që ka bërë dhe detyrohet të paguajë pjesën e tij duke marrë për bazë prodhimin që kanë realizuar fqinjët e tij. E mbyll citimin. Ngjashmëri e parafrime hase në lidhje me punimin dhe shfrytëzimin e arave në gjysmëtari, mes neneve 13, 14 dhe 15 të ligjit bujqësor dhe krerëve 45 e 46 të statuteve të Shkodrës. Për shembull, në nenin 13 të ligjit bujqësor citohet: nëse një bujk duke marrë tokë për ta mbjellë për gjysmë, nuk do ta çaj kur është koha, por do të hedh farën në sipërfaqe, le të mos marr asgjë prej prodhimit, sepse duke gënjur u tall me të Zotin e tokës. Kurse kreu 45 i statuteve citon: nëse dikush merr të punojë një ar me kushtin e ndarjes së prodhimit me pronarin, ai është detyruar ta punojë mirë atë. Po ashtu, ngjashmëri evidentohen në nenet 31 dhe 32 të ligjit bujqësor dhe kreut 41 të statuteve për pemët dhe frutat e tyre kur ndodhen në tokë të ndërmjetme ose në kufi me kopshtin e fqinjit. Ngjashmëri shfaqin nenet 38, 49, 50, 78 dhe 79 të ligjit bujqësor me krerët 76 dhe 250 të statuteve, për kafshët që shkaktojnë dëme tek prodhimet bujqësore, si dhe rreth sjelljes, reagimit dhe dëshpërblimit që duhet të kryejnë pronarët e tyre. Mbi vjedhjen e kafshëve të punës, siç është rasti i kau dhe i gomarit, neni 41 i ligjit bujqësor citon: nëse do kush vjedh një kafshë ose një gomar dhe zbulohet, mbasi të rrihet të paguajë atë në dy fishin e punës së tij. Kurse kreu 214 i statuteve citon: nëse provohet se dikush ka vjedhur një ka ose gomar, të gjobitet me 25 yperper gjop. Përveç saj, të kthej kaun ose gomarin dhe të zhdëmtoj për dëmin që ka psuar pronari nga mospërdorimi i tyre nga dita kur u vodhën. E mbyll citimin. Për kafshët e punës që merren hua për punimin e tokës, si dhe të zhdëmtimeve që duhet të shlyej huamarrë si kafshëve kur atyre ju ndodh diçka e keqe gjatë punimit në arën e tij, neni 37 i ligjit bujqësor është i ngjashëm me kreun 78 të statuteve të Shkodrës. Për qaste të tjera vërehen edhe mbizarvënie të pakujdesshme dhe të qëllimshme për akmarrje të pyjeve ose arave, të cilat shkaktojnë dëme të konsiderueshme edhe në tokat e fqinjve, si dhe mbigrabitjen e veglave kryesore të punës në bujqësi, si parmenda, plori, zgjedha e pajisje të tjera. Çështjet të kësaj natyre parashikojnë në nenet 56, 62 dhe 64 të ligjit bujqësor, si dhe në krerët 204, 217, 218 dhe 260 të statuteve të Shkodrës. Për ilustrim, si e ndërmend nenin 64 të ligjit bujqësor, ku thuhet shprehimisht ata që vjedhin parmend, plor, zgjedh ose vegla të tjera të gjobiten sipas sasisë së ditëve, duke llogaritur që nga dita e kryerjes së vjedhjes nga 12 foll për çdo ditë. Kurse krerët 217 dhe 218 të statuteve përmendin: nëse dikujt i provohet se ka vjedhur një osten, personi në fjalë detyrohet të paguajë dëmin dhe 2 hyperper. Nëse provohet se një person ka vjedhur një zgjedh qesh, të gjobitet me 2 hyperper. Kur flasim për ngjashmëri në disa dispozita të këtyre dy dokumenteve juridik diakronik, nuk duhet mendojmë që kemi të bëjmë me një barazi totale dhe identike mes tyre, por për një ndikim relativisht të pranueshëm nga një legislacion më i vjetër tek një legislacion më i ri në kohë dhe në hapësirë. Shprehemi në këtë mënyrë pasi midis tyre dy dokumenteve ekzistojnë dallime të dukshme dhe thelbësore. Ligji bujqësor bën fjalë vetëm për botën rurale të perandorisë bizantine dhe i përket mesjetës së hershme, ndërsa statutet e Shkodrës bëjnë fjalë për zhvillimin e komunës qytetare si një formë autonome qeverisje me ndikim perëndimor, kryesisht nga vendet e Bregdetit Dalmat dhe Italia e Veriut, dhe i përket fillimit të mesjetës së vonë europiane, e cila është një periudhë e konsolidimit dhe lulëzimit të botës qytetare në aspektin social-ekonomik dhe institucional. Ju falenderoj për vëmendje.